Shiko së dashur tash u rikthyem në studio, edhe jemi gati për bisedën në të cilën do të diskutojmë për rëndësinë e agjërimit në organizëm dhe çfarë ndikimi ka në organizmin ton. Po ashtu dje dhe sot kemi pas materiale të ndryshme, njëri ka folur për agjërimin, ndikimin, edhe çysh njerëzit nuk duhet pra ta marrin atë për humbje të peshës sepse funksionon sipas ekspertëve njëjtë sikurse dietat e tjera, sepse disa ndoshta e mendojnë agjërimin ose këtë agjërimin e pjesshëm dhe të ndërprerë në një lloj forme si proces për me humb peshë, po sidoqoftë ne flasim për agjërimin tash që jemi në muajin e Ramazanit dhe çka duhet të konsumojmë ne në iftar dhe në syfër, cilat janë ushqimet që munden me na mbajtë të ngopur, pastaj sa e rëndësishëm është hidratimi dhe konsumimi i ujit edhe gjatë kësaj kohe dhe cilat janë gabimet që shpesh herë ne i bëjmë. Gjitha këto ne do t'i diskutojmë bashkë me farmacistën dhe nutricistën Pranvera Osmani që e kemi në studio. Pranvera, kuptojnë që se dërë me marrë edhe pak minuta me u qetësu, se ky vrapi i mëngjesit kuptoj unë se në fillim në studio të emisionit zakonisht në hapje të emisionit me ziflas, që është jam duke unë gutë. Mirë se ju gjeta, mirë jena okej. Veç vazhdojmë që këto mëngjeset shumë dinamike po janë. Sot veç këshin ndryshuar dhe temperaturat, pak ma tulta, ma ftoft. Ma të lovin trafik, se sot as kamerat nuk i kemi shiku që sa për nëzdojnë. Pak ma i garkumishte, po jam të mësumë, kështu që na ja dalim krejve. Vërtet, funksionojnë me këtë stresin që ne diskutuam edhe ma herët. Pranvera, çfarë ndikime dhe a ka ndikim në fakt agjërime në organizmin e njeriut, a i bën mirë apo i bën dëm? Gjithsesi i ka mirë i bën. Agjërimi, natyra ka kriju që ashtu njeriun dhe është kriju edhe kjo mundësia një muj më s'me hangër ushqim që mi ndimu. Gjithsesi i ka benefitet e veta, e pastron trupin, edhe pse trupi ka mekanizmat që e pastron çdo ditë përmes mëlçis, por gjithsesi kur agjërojmë, ndoshta mbi 2-13 orë, i ka benefitet e veta që ndoshta pak po i numrojmë, e stabilizojmë fillimisht nivelin e sheqerit në gjak, pastaj edhe ajo rezistenca ndaj insulinës që krijohet kur ne konsumojmë çdo ditë ushqim, edhe ajo pak me një fjalë kështu pe them është thjesht e merr veten, stabilizohet, pastaj gjithsesi edhe ka mundësi që këtu të menaxhohet pak edhe pesha e trupit, pastaj ulet edhe inflamacioni, pastaj nëse agjerojmë mbi 24 orë gjithsesi edhe qelizat e pastrojnë vetveten, i eliminojnë nga organizmi, nga qeliza ato pjesë ndoshta që janë dëmtu edhe që janë të panevojshme me qëndru aty. Pra edhe krijon një shprehi të mirë të mendimit për ushqimin, do me thënë të ushqyrjes, por gjithsesi këto janë vetëm anë e shëndetit fizik, po thëmë benefitet që na i shohim se ka ndikim pastaj dhe shëndetin mental, e krijon ndoshta një qetësi shpirtërore, i bën njerëzit ma senzibil ndoshta edhe ndaj njerëzve tjerë, kështu që gjithsesi ka beneficionet edhe të shëndetit fizik, por edhe të shëndetit mental. Po pse ndodh që në ditët e para, pothuajse shumica se një pjesë e madhe njerëzve dje kanë ndjenjë një dhimbje koke, kanë qenë pak ma të trullosur, apo ka qenë dita më e vështira? Janë këto ditët e para më të vështira? Agnes, trupi është i mësuar ditën me hangër e natën me flajt. Edhe tash na pjandrojmë që të rritëm jemi të ja ndryshu trupit. Ne realisht hajmë mas dite pak, po njerëzit në përgjithësi përbojnë edhe një gabim që po hajnë vonë shumë, edhe në princip na tash natën po hajmë edhe ditën nuk hajmë ushqim. Kjo është arsyeja pse i ndjejmë çto ndryshimet në organizëm, edhe trupi i vjen mu adaptu pak, sikur çdo aktiviteti që vjen pak adaptim, edhe trupi i vjen adaptimi. Pse ndodh kjo? Se trupi fillimisht, kur konsumojmë për shembull syfyrin, trupi e shfrytëzon qatë sheqerin që ka në gjak, kur të hargjohet qaj sheqer në gjak, trupi fillon prej mëlçis me marrë sheqerin i cili është i depozitum në mëlçi, e kur fillon tash qëto me u hargju ndoshta edhe qaj sheqer i depozitum në mëlçi, trupi fillon me prodhu energji prej yndyrnave që i kemi veç të akumulume. Dikush ka ma shumë, dikush ma pak, edhe fillon prej yndyrnave me e kriju energji. Kështu që
Pikrisht qëto, ne i ndjejmë qëto dhimbjet e kokës, qëtë lodhjen, por mos harrojmë që kjo ndodh dhe për shkak të dehidrimit, sepse trupi gjatë gjithë ditës nuk ka konsumu ujë. Anën tjetër ne zhvillojmë aktivitet, qohemi, shkojmë punë, ose shkojmë shkolla, ose zhvillojmë aktivitetin fizik, kështu që gjithsesi edhe dehidrimi ka mundësi që e shkakton këto lodhjet. Kështu që ditët e para e mësojmë edhe e shohim. Po çka ndodh me organizmin në faktin çdo ditët e para? Kështu për brenda. Pikrisht është që kjo që trupi fillimisht përdor sheqerin që e ka në gjak, kur të hargjohet sheqerin në gjak, s'ka ushqim tjetër, domethënë nuk ka sheqer në gjak, fillon me përdor sheqerin prej mëlçisë, i cili është i ruajtur, mëlçia e ruan, pikrisht për si raste e ruan, kur s'kemi mundësi me hangër, e përdorim qatë sheqer për energji me kriju. Kur të hargjohet edhe ajo, trupi fillon me prodhu energjin pe yndyrnave të cilat i kemi të akumuluar në trup. Edhe që tu pikrish pastaj filloj me indjem që to lodhjet, që to ndoshta dhe ka pak maramendje, por kjo më varet gjithsesi, kjo më varet çka kemi konsumu në syfyr dhe sa të mirë ose sa jo të mirë kemi pas syfyr. Çka me konsumu pra në syfyr? Është shumë më rëndësi me bo një kombinim, me bo një farë, gjithmonë balansi o maj miri, kur kemi balans, gjithçka është në rregull. Kështu që edhe në këtu rekomandohet në ushqim me pas një pjatë të balansume, me pas proteina. Tash proteina plot njerëz ndoshta nuk e kuptojnë cilat janë, e di që s'janë të fushës edhe nuk jo detyrimisht duhet me ditë, po protein për shembull për syfyr është mirë me konsumu vezë me konsumu, është mirë me konsumu kos, është mirë me konsumu djath, në anën tjetër me pas për shembull edhe një 2 copa buk, po ndoshta me mill integral është pak më mirë se sa millin e bardhë. Me mill integral, edhe thojmë me përdor yndyrna të mira, se përveç proteinit që mund të ngjit, edhe yndyra e mirë t'jap energji më shumë. Për shembull, yndyrë e mirë mundet me qenë avokado, po hajde dikush nuk e han avokadon. Është mirë me përdor për shembull naj vaj të ullinit me qit mbi vezë ose naj sallatë nëse don me hangër, ose për mi djath mujna me qit vaj të ullinit, ose vaj në farave të kungullit, me gjetë cilësisë pak më të mirë, po flas me cilësi pak më të mirë, ose që ata 2 copat buk mundë me ly me gjajpë kikirikut, ose me gjajpë susamit, ose tahin që njihet ndryshe, kështu që me bo një farë kombinimit pjatës, proteina pak ma shumë, se të majnë të ngopuna, yndyrna të mira edhe karbohidratet komplekse. Ta s'do me thonë veç buk, nështë dikush nuk i pëlqen buk, apo mundet me shtu tërshan me kos, që është një kombinim shumë i mirë i proteinit me karbohidrate, shton edhe naj frut si mbas shijes, ose mundet patatet zime, dhe ato janë karbohidratet mira, patatet zime me pak djath përmi, pak limon, me bo një farë shije pak ma ndryshe. Kështu që shumë e rëndësishme në syfyr, edhe nuk e rëndon trupin, do thot për tutje, sepse ndonjëherë është e vështirë edhe kur ngarkohemi atë shumë me ushqim, pastaj dita duket 100 vjet derisa të vjen koha me pi ujë. Nuk është mirë, nuk rekomandohet me u konsumu për shembull suxhuk në syfyr, se është më i gjelbt, është kombinim i mishave të përpunuar. A e bëjmë këtë gabim sepse gabim është shumë shpesh, unë e kuptoj lakmin, po nëse po dojna me pas një ditë më të qëndrueshme, edhe mos mu lodh shumë gjatë ditës, është më mirë mi konsumu qëto ushqimet që i listu ma herët, më mundu ushqimet e rana me eliminu. Nëse shumë të hanë, lej për iftar, të paktën për iftar, lej. Flasim edhe këto, a mundemi me konsumu hurme edhe në syfyr, sepse në iftar e zakonisht e nisim një gotë ujë pak hurme dhe një supë e tutje tek pjatat e tjera, mundemi edhe ato. Sa që të konsumojmë me mas? Me mas, gjithçka, 1, 2, maksimumi 3, tash po ka format të hurmeve ndryshme, do shpërën shumë më varet. Ma shumë se 2, unë personalisht nuk po mojmë i konsumu, kështu që më varet për jasoj, po nuk jam edhe kunder, edhe na jam bëlsir mujna në syfyr me hangër, në rregull është nëse të hatë, edhe ato me hangër, po gjithmonë mas sasi. Jo me hangër një copë baklav, një copë torte, edhe një diçka tjetër aty me shoqënu, se janë shumë janë, na rëndojnë shumë. Tom në rizën, mirë që përmende. Okej, që e tomën e dhoriz, mujna me hangër syfyr. Vërtet, pak e ambër edhe besoj mirë për organizmin. Po mirë, ka proteina, ka karbohidrate. Ka tradicionale që e bëjmë zakonisht i kushtojmë rëndësi këtu. Ndërsa tek iftari, çka të bëjmë dështë edhe pas asaj pjesë, sepse ne dim zakonisht e mbushim tryezën, mirë uroj që gjitha kemi plot tryezën, po në anën tjetër vazhdojmë edhe pas asaj, e kemi çajin dhe i kemi edhe procedurat e tjera cilat po thuaj se gjithë e keme kështu si një. Fillimisht duhemi me kuptu një gjë, e thejme thjesht.
edhe kjo Ramazan është i kriju me i nimu trupit për diçka. Në princip, na po dojna me pastru trupin. E na në realitet, shumica unë që ka shonë rreth, edhe ne vetë krejt që ka bojmë, rrethi jam, është që iftarin e stërngarkojmë me ushqime. Nëse na konsumojmë shumë ushqime prej iftarit, zakonisht njerëzit po rinë që deri vonë, shumë njerëz rinë deri në syfërqut, edhe gjatë gjithë qësaj periude, hajna ushqime, gjithë shka hajna. Na në princip nuk jemi të e pastru trupin. Se na veç ja kemi ndru trupit ritmin e ushqimit. Prej ditës ja kemi kthy natën. Na zakonisht hajmë ditën e natën trupin nuk hajmë, se flajmë. Tash na veç ja kemi ndru, dhe më thonë, nuk jemi të arrit qëllim me pastru trupin. Është mirë me menu edhe në qëtë prej qësaj perspektive. Cili është qëllimi Ramazanit? Kështu që mos të harrojmë ato, se nuk kanë rregull, hajde tash një iftar, hanë deri në ora 1 ose 12 natës, 100 sene, shumë të ngarkume, me indyrnat pa jo të mira, me sheqerna jo të mira, me ëmbëlsira, me gjithë shka hajmë, aty që kjo nuk kanë rregull, se që të trupi sa rinë mu pastru. Kështu që temenojmë edhe prej kësaj perspektive. Edhe nga ana tjetër, po, një lloj detokse apo pastrimi i trupit, largimi toksinave. Trupi i ka mekanizmat e vetë që mbron organizmin edhe e pastron. Mirë po, qëllimi i Ramazanit është me janë i mu hala ma shumë, posaçërisht procesin trec, me pastru zort pak ma shumë, se zort akumulojnë gjithë shka. Trupi nuk përthith që s'ka mrena, pa krejt atë që se përthith metët në zorë për një kohë pak ma të gjatë. Kështu që qëllimi është që na ti pastrojnë pak edhe zorë. Të janë një mojna mëlqis, mës të me lonë na veç mëlqin si organin kryesor në trup me kry punën e detoksit. Kështu që ta mendojmë edhe për saj ane. Është mirë me fillu me ushqime pak ma të leta, nështë ta me uj, me 1-2-3 hurme, edhe ma e mira është mandej një sup me pi edhe me pushu pak. Jo detyrimisht me kry përgjysore edhe me hek sofrën, po kjo mane e kryon edhe një farë shoqënijet mirë, një farë muhabetit mirë, se na traditën e kena pak edhe mu thirë me zveti, ose me dalë me angër një iftar jashtë, kështu që aty zgjatet pak muhabeti, kryojmë pak dashnimat madhe në mes njerëzve, se dhe kjo ka fillu me hop. Kështu që kadal, mos mungut është shumë e mirë. Te hidratimi, kur qëndrojmë, me ungut me pi shishe me ujë edhe para se me flejtë, ndërsa edhe në syfër, edhe në iftar, mirë kjo apo e dëmshme për trupin, edhe qysh me qëndru të hidratuar, ndërsa edhe jo vetëm duke konsumu ujë. Konsumojmë qajt, konsumojmë diçka tjetër? Mirë është me pi ujë mjaftueshëm, qatë sa i nevojit të organizmit. Tash edhe qaj konsiderohet ujë. Mirë po duhet kemi kujdes që edhe qati qaj mës t'i shojmë shumë sheqer, nëse ja kemi qitë 2 lukë, të tentojmë në Ramazan me 1 lukë t'a pim qajnë të sheqerit. Ujë gjithsesi, thash që duhet t'a filloj me ujë iftarin, edhe gjatë gjithë ushqimit të pim ujë. Pse jo? Të pim ujë se trupi ka nevojë edhe për ujë, sepse këtë proceset metabolike kryhen me ujë. Nëse s'kemi ujë, keni me undje gjithashtu shumë të lodhën. Ta bojmë një shpërndarje të ujit, jo mu koncentru një shishe ujë me pi veç një iftar, po ta ndajmë deri në periudhën kur shkojna me flajt. Më thonë ta bojmë, nëse i pim 2 litra ujë mas iftarit, mundohemi nështë 500 ml në iftar, 500 ma vonë, 4 pjesë me nda, 2 litra ujë janë 4 shishe të vogla, kështu që nëse i këshyri me shishe, ja bojmë cak vetit me i pi 4 shishe të vogla ujë, mujna me pi. Njënën leje për syfir, 3 pi gjatë deri sa të bjerë me flajt, edhe është... Edhe jemi në rregull. Mundemi me konsumu edhe ushqime të shëndetshme edhe tash. Përfshi këto duke i përfshi edhe këto tradicionale, të ndërsa edhe gjella edhe krejt, po ndërsa me bo edhe ëmbëlsira kur vjen dikush, po me bo një ëmbëlsirë pak me të shëndetshme, çka rekomandon ne ju? Kemi dhe mundësima, si është koha e hurmeve dhe me çmim janë shumë mira, na mujna me hurme diçka. Mishtimi blu hurmet, me qit ndoshta nëse dëshirojnë pak arra ose pak lajthia, apo pse jo, edhe pak keksa mundesh me qit te hurmet, i përzin, qiti pak vanil, sa përshi edhe buon si top, tha. Ato janë fantastike, edhe t'ju apin energji të mirë mandej, edhe pse jo është kohë që t'jep energji të mirë, po edhe super të shëndetshme, sepse merr edhe vlera ushqyese, edhe vitamin, po edhe mineral prej kombinimit të këtyre. Faleminderit shumë për këto këshilla, faleminderit edhe për kohën që kënda me qenë pjesë e emisionit sot, çdo herë kënaqësi me u taku bashkë, dhe uroj që pastaj të flasim tutje edhe gjatë muajit, por edhe në festat e tjera. Faleminderit juve për ftesën, uroj ky Ramazan të jetë i lehtë edhe i pranueshëm për krejt shikuesit e juaj. Faleminderit, kënaqësi që ju pata këtu.